shumë gjendjen tonë, shumë, sinqerisht. Se njeri ku ka besim dikon, ku ka besim. Mamu ti bien, Majko Moja Samović. Mamu ti bien. Mamu ti bien, Majko. Mamu ti bien, Majko Moja Samović. Edhe njeri zhgënjehet në kësi njerëzve, po leja Zotit, leja Zotit që jetën përpara në ki je djalë pozitiv, e ki njerëz që të respektojnë gjithë Shqipëria, Kosova, je me ty, edhe këtyre jetën tonë të armët tua, edhe mos u merr shumë me njerëzit, se njerëzit sot vetëm qyrin me nxjerr probleme edhe me të shti konflikte, e ti nuk je prej aty në njerëzve. Unë të kom pasi je tërhek për këtyne sanëv, je njerë pozitiv, je njerë si respekton gjithë pa interes. Unë e di edhe në life i ki afru njerëz pa interes, apo kupton? E gala ka gjujt gifte, atë kanë dimu kështu, as të kanë dimu të ki përkros do njënin. Edhe i ki ep hapsir. Faleminderit Ibrahim. E këto krejt shëkushmëria, si në Zvicër, si në Kosovë, si në Shqipëri, e vlerësojnë prej teje, se nuk je njerë se blesh, as nuk shqitësh për as një sanë. E vllai në Zvicër je mirë se ardhëm kur të duash, si për najdit, si për më jetu këtu, je mirë se ardhëm të na. E s'po të marrë koma shumë, që të so vetën, e gëzohem që e mirë, për shëndetje. Zoti ju ruajt. Gjithashtu, miro pafshim. E donit. Ma bëni halal një se po bëj pak të hek një. Se tash edhe me hek pak stres, se ke shumë stres. Heq mërzitjen jam. Edhe Kam uftuar 12 orë, jam duke agjeruar, e prap po bëj stërvitet e mi. për ata i e Gucci ti. Ky e serb do të lidh, sidomos me ata tradhtar, do i lidh. Si ja kalove në avion? Si ja kalove me avion? 12 orë, vlla, s'dia çfarë bëj. Kush jemi ti ujtë, faleminderit. E veç për ata bro pa ta dëshirë, Shumë faleminderit. nëse ke dëshirë mundë më ardhë, jam okay. Pim një kafe. Kismet, Ta prish në gjerimi, e pim një kafe një cigare. kismet bro. Unë kur nuk kam pas shok duhan. E vajzim bashka një. Okej, bro, s'po të marrë kohë ma shumë. Ndëgjohem. Jam duke agjeruar, man. Nuk ja hep poshtë ato, gjithashtu. Kuçi, përshëndetje vlla. Përshëndetje, si je? Ja. Ibra, Mirë. si të kam? Si apo kalon vlla? Knaqem, po bëj qeth. Atë lumt. Ja.
Si vajti fluturimi? Si ishte? Ua, pak si ishte 12 orë, turtur, po hajde. Mirë ishte. Të kuptoj. Të kuptoj, vlla. Ishte Mi mos u mërzit ti, vlla, me të gjitha këto që kanë ardhur kështu, mos u mërzit fare. Shikoj jetën tënde. Mirë, hajde një fëmijë të shaj, po të më shasheve ti nga babaj, që as nuk e njeh e më kanë ndruar jetë. Po dilni po më shani babajra me pas që as nuk e njihni. As nuk është në këtë botë, lëreni në botën tjetër. Edhe prap si prap nuk duhet të shar, nuk duhet të shar. Nuk duhet. Familja nuk duhet të zënë në gojë, fare. Dy herë, po. Ma shani 2-3 herë baban. Jo. Ketë drejt, vlla, ketë drejt. Po vlla, mundem të bëj një pyetje? Sa kile po ngren aty tek ajo te bara? Me këta normalisht e kam qefte në 100 kile, po kjo mund tjetë 60 kile. Shumë mirë. Se bëj edhe unë stërvitje. Kupton? Kam qef los me atë. Los. Shumë mirë, vlla. Shumë mirë. Gëzojmë. Qa voj stërvitje bërë? Shiko, unë normalisht dal për vrapje jashtë,